Nuk më pëlqen absolutisht të gjithë ju që thoni që është shaka. Një shaka nga Iliri, një shaka nga Ardioni, një shaka nga Sara, kundrejt Mozës nuk kanë konotacion shakaje. Nuk janë në kuadër të shakas. Janë në kuadër të asaj që ata kërkojnë që ta nxjerrin nga vetja Mozën. Tani, vetmja gjë që që u maskua, e ka maskuar Ardioni për shembull, atë lojën që pretendon që po bën ai, është thjesht buzëqeshje që qesh. Pra që publiku në ana vizuale mos të mendojë që kjo po duket si një dhunë. Por me thënë të drejtën, dhunë patjetër që nuk mund ta them, po është bezdisje, molesti, është tamam sepse po shikohet gjuha e trupit Mozës tregon që po je bezdi. Molestia kjo është kur është në një anë gjëja, jo në të dy, nuk është kur është në konsensit të dyve. Kur është vetëm në një anë, kjo është molestia, kur është bezdisja e madhe, që mund të thuash shaka për shembull, po kur nuk është dhe në pala tjetër e qetueshme, e pranueshme, është molesti, është bezdisje. E tillë po shikoj unë. Më jep tamam bezdi të madhe kur e shoh, dhe duket që bezdiset e Moza. Dhe në Ardioni nuk shoh, nuk besoj ta ketë shaka. Do thoni juve Andrea, po pse thua se ndjek ti fermën? Jo, se Moza e përqafon. Moza kështu me tërë, Moza e ha kokën të gjithëve. Moza i tha, mbaj mend kur mbollën pemët, po i thoshte Ilirit Igare, ignorancës nuk mbyllet pema mes së parë. Dhe të drejtë kishte në këtë rast. Edhe pastaj çavajti pa qofoi Ilirin, se është mësuar Moza e ha kokën me të mira, i futuin poshtë rrogozit. Keni dëgjuar ju që futuin poshtë rrogozit? Është fut Moza, dal ngadal poshtë rrogozit. E kupton? Kështu që ma shpif kjo lloj skene, se edhe radhën e parë me bythën e pulës e kaloi Bana, nuk e di se çfarë drejt që po bën Bana, po më jep një acarim Bana që ndonjë ditë do plas zemra për kokën tënde. Do plas tash, o merr masa, o lajmëroj, ose se edhe pyetje që i bën ti, a ndihesh ti e bezdisur nga Iliri? Jo, më shpirt, s'është ajo fare. Pyetje, nuk se kuptoj çfarë sy do të bësh. Ti do ta trajtosh si tem pjesën e Ilirit, pjesën e Ardionit, kremit e bythë e pulës, do ta trajtosh ti. Jo, a ndihet ti Moza? Jo. Po Moza s'është njëri keq, nuk është një Sara, se Sara i shfrytëzon maksimum. S'di ajo di shumë bukur, po ka gjetur një strategji të shumë të bukur. Po pjesa jote si prezanton, komentoja temën, është ndaluar, ç'është ai muhabet, fut me forcë ushqimin ngoj apo kap me forcë fare më hiç. I anashkaloni këto gjëra, i mbroni, keni ca personazhe aty që i mbroni, alla Sara, alla Iliri për shembull, që me ta shpif. Hajde me qenë ai personazhe, hajde. Po ta shpif Bana, si vjet nuk e fare në te. Edhe formatin e ke bërë për të sforcuar. E vetmja punë e bukur është e burritat, zemra, e Eduartit. Tjerat me radhë, edhe asaj mi qeshë, shoqës tëndi, ne që t'je pare ty Oltës, që bën ato, ka e leka e mitja për organizim e gjera, dhe për ty për prezentim, motra e ke, nuk e di fare, vakët Bana, vakët për kokë tëndi, ti me mbash, vakët e ke bërë. Nuk e ke atë emocione e bigut ma herës, ose tashi, se di.